Jo të gjithë domosdoshmërisht adhurojnë diellin apo hënën, por kur do të shikonte që ky civilizim, ky qytetërim, ta quajmë çfarë do lloj që ta quajmë, që e ka shumë pak prezent besimin, e ka shumë pak prezent Zotin, për fat keq edhe tek besimtarët. Asaj do t'i vinte shumë keq, edhe do të qeshte me gjendjen dhe realitetin tonë, dhe me siguri do t'i ankohej Sulejmanit edhe për gjendjen tonë. Prandaj ne nuk mos presim që të na vinë pupzat, na hedhin letra siç ja hodhi Belkisës, mos presim edhe një herë që patjetër të vijë Sulejmani. Kurani mbetet libri i udhëzimit, i cili gjithmonë jep mesazhe, por ne jemi ata që ne duhet i lexojmë këto mesazhe. Ne duhet vetëm ata që reformojmë veten tonë, gjendjen tonë, por thash, jo duke u kënaqur me atë që shqyr që na ka dhënë Zoti besim, edhe me të tjerët le të ndodhi çfarë të ndodhi. Jo, nëse kemi realisht besim dhe na ka dhënë Zoti gjitha të mirat, gjitha na ka dhënë besimin, ky besim duhet na çojë që na vi keq për diçka që nuk është në rregull, na shqetësoj edhe të vrasim mendjen se si kjo e mirë që kemi të kalojë edhe tek të tjerët. Të gjitha historitë kuranore, të gjitha historitë e profetëve nuk janë historitë atyre që janë kënaqur me besimin e tyre dhe janë mjaftuar dhe kanë thënë që shqyr që ne jemi besimtar, po të tjerët le të digjen se xhehenemi ka vend për të gjithë. Jo, nuk ka qenë një diçka e tillë, por gjithmonë ata kanë patur shqetësimin, i ka po themi si ka lënë asnjëherë rehat ky besim që të flejnë ata të qetë, ndërsa të tjerët nuk janë në rrugën e duhur. Kto janë historitë kuranore dhe këto janë mesazhet e tyre realisht.